Unë mendoj që për momentin duhet vazhdoj status quo-ja. Duhet vazhdojmë kësaj. Fatmirësisht kemi mjaftueshëm tifozë vendas, të cilët dojnë mi përcjell ekipet tona, dojnë mi pa ekipet tona. Kemi kërkesa të vazhdueshme, duhet me thonë këto, do të thotë gjitha tifozërive, do të thotë që të lejohet udhëtimi, por për fat keq për shkak të shumë këfizimeve të cilat i kemi ne nëpër palestrat tona, do të thotë është pothuajse e pamundur me realizu diçka, pa e pas atë frikën imanente që diçka e keqe do të ndodhë. Ne fatmirësisht deri në vitin fatkeqësisht deri në vitin 2022 kemi pas mjaft shumë probleme me tifozët deri në këtë punë. E pe 2023 së tutje kemi filluar me ul këto incidente dhe këto ngjarje të cilat na kanë ndodhur, kështu që ajo që është në interes basketbollit për momentin, natyrisht ajo që është në interes basketbollit do të përkrahet prej nesh, është që të vazhdojmë kësaj deri në një vendim tjetër. Ne kemi pas 2-3 raste edhe vitin e kaluar, kujtohet do të thotë finalja e kupës dhe finalja e superkupës, kemi pas tifozëri të dy ekipeve kundërshtare, fatmirësisht kanë shku mirë. Ato për që ta rrezikojmë gjithë të që kemi arritë për ta sjellë basketbollin deri këtu ku është për shkak të veprimeve të këqija të individëve brenda këtyre tifozërive, se asnjëherë nuk e atriboj një tifozëri apo tifozërive në përgjithësi këtë punë, po disa individ të caktuar do thotë nuk janë në gjendje që të përmbahen. Nganjëherë do thotë në atë vlugun e lojës, edhe neve po na shkakton jashtëzakonisht shumë probleme.